E ajo që ka më shumë të shihet si problematik edhe që shpesh e ndëgjojmë, është sidomos kur marrin antibiotik, disa prej tyre format i kanë më të mëdhaja për nga madhësia. Edhe shumë persona e kanë probleme i gëlltit. A ju hup vlera efekti tyne antibiotikëve nëse ndonë në 2-3 vene për me u gëlltit lirë? Po jo rastësisht, në disa tableta më varet, në disa tableta e kanë mbështjellësin. Jo rastësisht është mbështjellësi, se varësisht për mbështjellësi, rregullohet përtishmëria. Sa i përket antibiotikëve, po dalin në përditshmëri. Shpesh pacientët marrin barna pa rekomandimin e mjekut. Ajo është rreptësisht ndalume pa konsultën e personit mjekësor. Edhe gjatë trajtimit me antibiotik, unë e kam pikë të dobët, pa tjetër duhet me përdor probiotik. Probiotikët janë të domosdoshëm gjatë trajtimit me antibiotik. Në rregull, e merr edhe pacienti duhet pa tjetër me lexu fletullzimin. Në me thame, unë ndesh me efektet anësore ose të padëshiruara në të njëjtën kohë edhe dozimin. Se ndodh mund të jetë e përcaktuar me gabim. Ose mjeku ndoshta edhe unë si farmaciste mund të bëj lëshim. Është mirë me diskutu, me pyet sakt ç'a përdor trajtimin. Ndonjëherë mundet me has për shembull, po e marr aspirinën. Aspirina është në bërtitshmëri, shpesh thonë po e pi para gjumit. Aspirina nuk pihet para gjumit, shkaku se para gjumit rrit qarkullimin e gjakut. Edhe shpesh po e sqaroj që të kuptojmë kështu të gjithë. Aspirina nëse pihet para gjumit, rrit qarkullimin e gjakut. Personi nuk flen rahat. Kur zgjohet të nesërmen zgjohet me shumë mendime, ka pa shumë ëndra. Prandaj limiti për me përdor aspirinën në mëngjes bon. Edhe mbas dite bon, po limiti është deri në ora 19. Jo më vonë. Jo më vonë.